Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Kur gjithë bota rreth nesh bëhet çmendet, po themi çfarë duhet bëjmë ne në tregun e punës. Përgjigjja e thënë thjesht fare do të ishte kjo. Çfarë duhet bëjë një mjek edhe kur gjendet në kohë ekstreme, siç mund të jetë kohë lufte? Pra bën mjekun apo jo? Çfarë bën një infermiere kur gjendet në kohë lufte? Arsyeja pse i referohem këtyre është për të thënë se secili nga ne duhet të ketë shumë të qartë çfarë është vlera, ekspertiza që ne nxjerrim në tregun e punës dhe të mbahemi fort tek ajo, pavarësisht lëvizjeve që bëhen rreth e rrotull nesh. Dhe do doja të ndaja këtu në fakt atë rrugëtim mendor që unë kam kaluar kur ishte korona. Dhe e thënë shumë thjesht, në përgjithësi, për çdo gjë që ndodh me klientët e mi, një nga ushtrimet që ne bëjmë, që unë them që është ushtrimi ndoshta më i rëndësishëm për ndryshimet në jetë, dhe është një ushtrim i cili ka të bëjë me vet coaching ton, ose e thënë ndryshe me vet kalibrimin e ku i kemi polin e veriut. Ku është ajo gjëja që ne nxjerrim në tregun e punës dhe të dalim të shikojmë si është situata dhe si ne përshtatemi të nxjerrim të njëjtën vlerë në tregun e punës. Dhe do doja t'ju thosha këtu që rruga se si ne e bëjmë këtë gjë është e thjeshtë fare. Mbajmë në mend janë 3 qëllime kryesore, të cilat duhet kthyer në fakt në 3 mendësi. Nëse kthehen në mendësi, atëherë mendësia ngjelet diçka e cila qëndron me ne gjithkohë. Nuk është më vetëm një pjesë e një trajnimi apo një moduli që klientët marrin prej meje dhe mbaron moduli, mbaron trajnimi dhe nuk kanë më gjë. Jo, kjo është se si ne në veten tonë fillojmë të mendojmë që kjo është shumë e rëndësishme që ne her pas here të ndalojmë dhe të shikojmë çfarë është situata rreth rrotull nesh dhe në rastin konkret çfarë ndodh kur gjithçka ndalon, gjithë ekonomia stopohet, gjithë njerëzit mbyllen brenda, të gjitha bizneset me të cilat i ke punuar dhe ke shkuar në qoftë në kompanitë e tyre, qoftë i takon drejtuesët apo pronarët dhe flet dhe bën sesione me ta, shikon që vjen një moment që gjithçka stopohet. Janë në fakt 3 mundësi të cilat na ndihmojnë për të dalë nga kjo situatë, ose më saktë për të skanuar gjithçka që është rreth e rrotull dhe për të parë ku është drejtim myën, ku është poli veriut, çfarë kishim vendosur që në fillim për të bërë. Në rastin konkret, çfarë duhet mbaj në mend dhe çfarë duhet bëj për veten time për të ulur kostot e koronës. Kjo ishte gjëja kryesore. Ajo që unë mendova është qëllimi kryesor i asaj kohe dhe flasësh data 8 mars me datën 12 mars, cili është qëndrimi që unë duhet mbaj e para fare, duhet menduar për shëndetin mendor të vetes time dhe pastaj për shëndetin mendor të personave me të cilët punoja dhe shëndetin mendor të klientelës. Gjithmonë lëm në këtë rast nuk jam duke folur as pak për detyrën kryesore që është gjithçka që kishte bënë me familjen. Flas gjithmonë në aspektin e punës sepse siç ju thash në këtë konvent do të flas për aspektin e punës. Çfarë mbaj në mendje? Janë 3 mindset. E para, prano veten siç je. Prano veten do të thotë prano talentet që ti ke, shiko çfarë aftësish ke, shiko vlerat që ke, shiko interesat, shiko të historikun tonë. E dyta, zgjidh në zinxhirin e vlerës, ose në sakt, atë që unë e them me klientët e mi tek tregu çam, më thonë za, zgjidh ku qëndron. Dhe është momenti kur ti thua zgjidh, qoftë klientët, qoftë stafin. Më lejoni ta riteksoj këtë gjë sepse kjo ka qenë shumë decizive për mua për vendimet që unë kam marrë më mbrapa. Dhe e treta, zgjidh të kesh lirinë financiare. E para, nëse do filloja të thoshja, çfarë ishte që të pranosh veten? Të pranosh veten në realitetin e ri. Pra, mendësia është të pranosh veten që ti në fakt, në këtë rast, ajo që ke mundësi të bësh është çfarë? Nëse ti je mjek, si thash, dhe gjendesh në një situatë të vështirë, në një situatë kur bota më e çmendur është kur shkon lufta. Dhe shumë shpesh dhe në mënyrë të vazhdueshme u tha që koha e mbylljes brenda në shtëpi, koha e luftës kundër COVID-19 ishte një lloj lufte. Dhe në këtë rast, a duhet të ndryshosh ti kush je apo do përshtatesh ato që ti ke dhe ti nxjerrësh në formën më të mirë tënde? A do të ndrosh ti personat që janë rreth e rrotull teje, klientës dhe çfarë do të bëjnë, apo ti do zgjedhësh sikosh cila është situata e tyre? Dhe ti do zgjedhësh kush do jenë klientët. Dhe e treta, zgjidh të kesh lirinë financiare. A do të jesh një person që do fillosh të dalësh, të fillosh të ankohesh, të fillosh të thuash çfarë do të na jap shteti, çfarë do të na japin sigurime sepse kemi këto? Patjetër që do t'i bësh dhe këto. Pa do të qëndrosh vetëm këtu, apo do fillosh të marrësh lirinë financiare që thuash unë duhet të dalë dhe të bëj përshtatjen e duhur. Pra, a pranohet realiteti e para fare? Kur kemi një situatë të tillë rreth rrotull, a e pranojmë realitetin?
sa më shpejt të pranohet, aq më mirë është. Si pranohet ky realitet? Konkretisht, nëse do më duhet të flas për veten time, gjë e parë që kam shkruar në datën 12 mars të vitit 2020. Përshtatja e parë e strategjisë, ose ajo që është në self coaching që unë bëra, është do kalohej, keni parasysh në çdo biznes të suksesshëm, gjë e parë është shitje. Pra shitje, e cila vjen sigurisht për shkak të vlerës që shton tek klientela. Ajo që unë kuptova është që në muajt që kishim para ardhës, që ishte janari, shkurti, marsi, edhe pse dilnin pas goditjes që u dha nga tërmeti në klientelën time, prap viti filloi jashtëzakonisht shumë mirë. Por ajo që unë kuptova është që nevoja që kishin klientët e mi, miqtë klientë mi, kishin nevojë për shërbim në atë moment, nuk kishin nevojë për shitje. Dhe unë vendimi që mora është që për ato muaj mos kishe shitje të reja. Është kushdo që vjen nga biznesi e kupton se sa e rëndësishme është ti përkushtohesh klientelës së re, dhe sa e rëndësishme është që, sidomos në rastin tim, se cilido prej tyre që donte të vinte të përshtatej të futej në ECTS, për shembull, në ECTS 77, është që duhet kalonte nga vit programi trajnimi për tregun e punës, dhe janë disa kohë të veçanta, slote të veçanta të cilat i bëj vetëm unë, akoma në biznesin tim, sidomos kur vjen puna për zhvillimin personal dhe të karrierës. Ideja është që në moment që unë marr vendimin që nuk do të marr më klientelë të re, por do t'i drejtojmë klientelës që kam pasur, klientelës që kisha për 10 vitet e fundit, duke i grupuar në grupe të ndryshme në WhatsApp, sipas segmenteve të tyre, duke vënë në qendër të gjithçkaje shërbimin, jo shitja. Dhe kjo u bë shumë e qartë, sepse mesazhi që do doja t'ju kaloja këtyre personave dhe u mundova t'ju kaloja duke qenë në lidhje me ta për çdo javë. Në fakt ishte çdo e martë që u ndaja me ta një ushtrim, që ndaja me ta një nga mesazhet tona, që ndaja një nga parimet tona. Dhe qëllimi ishte këtu, për të thënë, unë jam këtu siç kam qenë me ju, me shumë prej tyre që nga 2004, 2005, 2006. Dhe unë jam këtu për ju që të kalojmë bashkë të kohë të pazakontë. Dhe ky ishte e para fare kur unë pranoj veten time kush jam. Unë këtë ditë të bëj. Në këtë kohë ndjej që ka shumë nevojë që unë të ndaj me ju çfarë? Të ndaj me ju instrumentat apo mekanizmat që t'ju bëjnë ju t'jeni më mirë, qoftë ju në familje, qoftë ju si individ në bizneset tuaja, qoftë dhe bizneset tuaja. Dhe unë zgjedh të stopoj kalimin e pagesave prej të rinjve, sepse kam lirim financiare ta bëj këtë gjë. Në fakt kur e bisedova me financën time, më ngritën shumë pyetje, por përgjigjja ishte që moto e tanishme për këtë kohë, për këtë javë, është serve, not sell. Dhe kuptohet që çdo që është në biznes e di që ky është një vendim shumë i madh për të marrë. Jam duke thënë që këtë zgjedhje që bën njeriu. Fakti që lloji i biznesit tim është i tillë, a mund t'ia këshilloja këtë dikujt tjetër? Absolutisht jo. Përkundrazi, atyre për shembull, shumë nga klientela ime që ishin në shërbimin në shërbim, produkti i tyre është një shërbim mirëfilli. Ajo që diskutonim është dalja në mënyrë sa më agresive, duke rritur në mënyrë jashtëzakonshme cilësinë dhe duke çuar produktin në shtëpinë e njerëzve. Pra, flas gjithmonë për biznesin tim. Biznesi im në këtë kohë ishte që unë të isha aty dhe thosha unë jam këtu për ju, jam këtu për klientelën që e kam prej 10 vitesh dhe janë të futur në grupe sipas segmenteve të tyre. Pra, çfarë nevoje kishin ata që janë freelancers dhe janë ata që unë i quaj milionerët e rinj, gjithë strategjia me ta ishte të shërbeja për ata që ata kishin nevojë. Çfarë nevoje kishin grupet e X77? Ishte absolutisht ne bëm një riorganizim edhe të temave dhe absolutisht kaluam në një format tjetër, që ishte formati online, cilën ne kishim përdorur dhe filluam të bënim edhe aktivitetet që ata i kanë shumë për zemër, siç janë aktivitetet e kapelës, dhe filluam t'i bënim online. Sinqerisht, nuk e di për të tjerët, por për rastin tim ishte jashtëzakonshme kur dhe festimin e ditëlindjeve filluam ta bënim online me stafin, po edhe me klientelën. Pra, ajo që jam duke thënë është mësimi që unë ndaj, dhe këtë që them edhe për të tjerët është e thënë shumë shkurt, cila është përgjigjja edhe një herë nëse do t'i kthesha, përgjigjja e shkurtër, çfarë do të bësh kur gjithë bota duket sikur është çmendur, kur në rastin konkret bota është tregu, përgjigjja e shkurtër është bëj atë që di të bësh shumë mirë. Jep më të mirën tënde, nxjerr në shërbim të tjerë ekspertizën tënde. Mbaj çfarë ke më të shenjtë si vlerë
dhe mos lërë të pengoj përkundrazi bëjtjet karburanti që të shtyjnë që të ecësh. Reflektova këtë që po them në pjesën se si ishte shfaqur gjatë podcasteve. Do dua të vazhdoj me këtë pjesë, në fakt vendimet që janë marrë prej mirë përcaktimit, në rastin tim konkret, mirë përcaktimit të strategjisë së re. Që strategjia e re është shërbe, mos shit. A mund të them që kjo ka vlejtur? Absolutisht vlen. Kjo është të jesh i vërtet në treg dhe të mos jesh sot për sot, po të jesh sot për nesër. A është kjo e ndryshueshme midis shumë kompanive të ndryshme? Patjetër që është e ndryshueshme. Varet cili është poli i veriut, varet cili është targeti yt, varet cili është produkti yt. Në rastin tim konkret, le të shikojmë si është shfaqur kjo edhe në 3 javët e këtyre podcasteve, flas sidomos për muajin maj, qershor të vitit 2020. 1 maj, kohët e karantinës. Është episodi 95, i mbajtur si ditar. Po ndaj me ju një ushtrim nga programet tona më të shitura. Dhe është një dhuratë nga ne tek ju për këtë kohë. Duke uruar t'ju ndihmojmë, shpjegoj si mund të përdorim pickatoren. Për më shumë miq mund të ndiqni të plot episodin 96. 16 maj, kohë karantine, ditar, për profesionistët në të kryq, për ata që mund të humbasin punën ose një pjesë të saj. Po ndaj hapasapi një ushtrim që mund t'ju ndihmoj në kalimin në një mundësi suksesi, përpara se kriza të ulet këm kryq mes nesh. Për më shumë, ju lutem ndiqni podcastin numër 97. 21 maj, podcasti 98. 2 biseda rreth situatës sot dhe disa mendime me një gazetare dhe një ekspert ekonomie. Për shembull, cilat janë ato punë që kanë humbur për fare për shkak të bllokimit të ekonomisë? Pyetja tjetër, a është Tirana një vend i lidhur me punësimin si më parë, apo vetë puna është degjeografizuar? Pra nuk është e lokalizuar në një vend. Pyetja tjetër që diskutoj me gazetaren dhe ekonomistin, a është për të gjithë puna online apo jo? Ku është më mirë tani të kërkojmë të punësohemi? Pyetja tjetër, pse mos të ndihmuarit e brezit nga 14 në 44 vjeç, në fakt është një fakt vrasje të ardhmes, e shpresës për gjithë shoqërinë. Vazhdojmë. 26 maj, episodi 99. Sillen një person i cili është nga më të mirët në tregun e punës. Janë ata që unë i quaj me shumë respekt pasuri kombëtare, sepse janë të aftë të ndërtojnë dhe drejtojnë me sukses sipërmarrje të guximshme në ekosistemin tonë, ku herë luhet me rregulla e herë jo. Sepse kanë zgjedhur që këto sipërmarrje të vogla, të mesme apo të mëdha i bazojnë në Shqipëri, duke krijuar vende pune për shqiptar e shqiptare të qëndrojnë në Shqipëri. Pse quhen pasuri kombëtare nga unë? Sepse ndërtojnë dhe zhvillojnë vazhdimisht stafe dhe individ që janë të suksesshëm për sipërmarrjet e tyre, por njëkohësisht ndërtojnë drejtuesës së ardhmes sonë, duke i dhënë mesazhin që Shqipërinë e bëjmë të gjithë bashkë, duke punuar dhe ngulmuar të jemi suksesshëm secili në fushën e vet. Janë pasuri kombëtare sepse vërtetojnë që po, mund të jesh i suksesshëm në Shqipëri, kur gjithë gjasat, gjithë mentaliteti jo prodhues dhe negativ përpiqet të vërtetojë të kundërtën. Ja pse i quaj pasuri, sepse duke punuar mençurisht prodhojnë vlerë për vete, për familjet e tyre, për stafin e tyre dhe gjithë komunitetin tonë. Respekt për ta dhe mundësisht mbajnë lutjet tuaja në këto kohë të vështira për ta dhe për gjithë ekonominë tonë. Dhe në mënyrë të vazhdueshme kam filluar të sjell të gjitha këto intervista të cilat mund t'i ndiqni të plota sepse janë gati një orë saktë dhe këtë episod. Dashur të sjell në vëmendje përgjigjen e shkurtër dhe të saktë. Kur çdo gjë rreth nesh bëhet më e vështirë, ai është momenti të ngrihesh në këmbë, të shikosh ku je dhe të përcaktosh ku është poli yt veriut, cili është misioni, pse ke ardhur në këtë jetë, pse je krijuar, cilat janë aftësitë tua, cilat janë njohjet e tua, cilat janë networks që ti ke punuar, cilat janë interesat që ke dhe mbi të gjitha cilat janë vlerat me cilat ti punon. Riorganizoj, rigrupoj dhe dil në tregun e punës. Miq, takojmë episodin tjetër. Duke uruar gjithë bekimet e Zotit, miqësisht Elida. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i unë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund t'i bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq.
Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Notro, ndoshta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjë me mua, ka të bëjë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MCC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.